Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkëpunëtuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Sibel Arslan dhe Joseph Borrell, vlerësuan se Maqedonia e Veriut ka një nevojë urgjente për të reformuar kuadrin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e zyrës së OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejtat e njerëzit dhe Komisionit të Venedikut të Këshillit të Evropës. Maqedonia e Veriut është një vend multietnik, multikulturor dhe multikonfeksional dhe mund të shërbejë si model për vendet e tjera në promovimin e kulturës dhe mentalitetit të jetesës së bashku. U bëjmë thirrje autoriteteve të vazhdojnë në këtë rrugë dhe të marrin masa të mëtejshme për të respektuar dinjitetin, të drejtat dhe nevojat e të gjitha grupeve etnike, deklaruan Arslan dhe Borrell. Ata vlerësojnë se megjithëse është bërë një farë përparimi në vend në reformën e gjyqësorit, ende ekziston shqetësim për shkak të akuzave të shumta për politizim të gjyqësorit dhe korrupsion të përhapur në të gjithë sektorin publik, si dhe mungesës së masave efektive për të luftuar këto fenomene. Autoritetet bullgare nuk lëshojnë për kushtet. Presidenti Rumen Radev, i pyetur nëse pas takimit me kryetarin e Këshillit të Bashkimit Evropian, Antonio Costa, është i gatshëm për lëshimin në lidhje me kërkesat e Maqedonisë, ai kërkoi që Maqedonia të mos justifikohej duke thënë se Bullgaria nuk i zbaton reformat nga sfera e sundimit të së drejtës, ndërsa eurokomisionere bullgare Maria Gabriel theksoi se Brukseli dhe Sofia angazhohen për zgjerim të unionit por pa afate. Një maj pasoi me protesta në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë shënoi një majin. Të parët që kritikuan ishin deputetët të cilët nuk duan të ndryshojnë ligjin për pagën minimale dhe ta bëjnë atë 500 euro në vend të 400 eurove sa është aktualisht. Protesta përfundoi para qeverisë kur kërkua rritje e pagës minimale, respektimi marrëveshjeve kolektive dhe rritje të gjithave pagave me 100 euro, ku kërkua adektimi i kompensimit për ushqim dhe transport, sikurse marrin dhe deputetët. Nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut thonë se nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre dhe nëse nuk plotësohen ato do të ketë protesta më masive. Komisionierja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos paralajmëroi Serbinë se do të përballet me vështirësi serioze në rrugën drejt antarësimit në BE nëse presidenti Aleksandar Vučić viziton Moskën javën e ardhshme. Kos theksoi se vendimi i fundit për të udhëtuar apo jo në Rusi takon vetë Vučićit. Presidenti serb ka njoftuar se planifikon të marrë pjesë në paradën e ditës fitores më 9 maj dhe të zhvillojë një takim me presidentin rus Vladimir Putin. Takimi do të ishte i pari që nga fillimi i agresionit të plotë të Rusisë kundër Ukrainës. Serbia ka refuzuar të bashkohet sanksioneve të BE-s kundër Rusisë që nga nisja e pushtimit të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi emërimin e Mike Waltz për të shërbyer si ambasador në KB duke e kaluar atë nga roli i tij si këshilltar për sigurinë kombëtare. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tani do të shërbejë si këshilltar për sigurinë kombëtare, tha Trump. Mike Waltz ka punuar shumë për të vënë interesat e kombëtar në radhë të parë. E di që ai do të bëjë të njëjtën gjë në rolin e tij të ri. Ndërkohë sekretari i Shtetit Marco Rubio do të shërbejë si këshilltar për sigurinë kombëtare ndërsa do vazhdoj udhëheqjen e tij të fortë në Departamentin e Shtetit, shkroi Trump në rrjetin Truth Social. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.